e vrejmë se faktikisht inteligjenca artificiale ka lecuar shumë që të ketë manipulim të informacionit, që të ketë gjenerim nëpërmjet veglave të ndryshme të inteligjencës artificiale, qoftë në të shkruar, qoftë në audio, qoftë në video. Besoj se kjo është një prej sfidave kryesore me të cilat përballet çdo shoqëri në anëmban botës dhe është vështirë ta gjejmë një formulë të themi se kjo është zgjidhja më e mirë që secili prej nesh të mbrohet nga çfarëdo lloj manipulimi që ai ose ajo i ekspozohet. Dhe tash kur ato janë të gjeneruara edhe me inteligjencën artificiale dhe kur marrin për bazë sa shumë është përsos teknologjia deepfakes, fjala vjen, është shumë e vështirë që qytetarët sot të identifikojnë nëse një video është e gjeneruar me AI apo jo. Ka disa vegla të cilat qarkullojnë dhe ndihmojnë që ne të shohim nëse është e gjeneruar me AI apo jo, megjithatë ato vegla nuk janë 100% të sakta. Ka raste kur edhe pse një fotografi është e gjeneruar me inteligjencë artificiale, vegla thotë se është humane, është njerëzore. Dhe kjo na tregon se ne nuk mund të mbështetemi plotësisht në këto vegla, por duhet që vazhdimisht të kemi një gjykim kritik ndaj përmbajtjeve që ne i shohim, gjithmonë duke menduar edhe ato se sa mund të jetë e vërtet ajo se çka ne e shohim. Patjetër janë edhe këto pyetjet kryesore që ne kemi diskutuar vazhdimisht kur flasim për dezinformimin dhe mënyrën se si mund të mbrohemi nga dezinformimi, duke filluar prej kush është autori që shpërndan informacionin, nëse të njëjtin informacion e gjen edhe në burime të tjera, sepse të qenit relevant është e pamundur të jetë vetëm në një adresë, gjithashtu edhe burimet mbështetëse të cilat përdoren në informacionin që ti e merr. Tash këtyre mund t'ia shtojmë edhe pjesën e deepfake, kur ti përpiqesh të analizosh fotografinë ose videon për të parë nëse diçka aty është jo njerëzore, siç e kishim rastin me fantazmën nëpër Prishtinë, që qarkullon një fotografi kur po të analizoshin këmbët, nuk ishin këmbë njeriu. Pra, mund të ketë edhe detaje të tilla të cilat e ndihmojnë secilin qytetar që ta identifikojnë një përmbajtje që mund të jetë e gjeneruar me inteligjencë artificiale, por është shumë e rëndësishme që qytetarët të jenë shumë të vëmendshëm dhe ta analizojnë në detaje një përmbajtje të cilës i ekspozohen kudo në çfarëdo lloj adrese. Inteligjenca artificiale mund të prodhojë gjithçka sot dhe është shumë çka varet prej promptit, prej kërkesës që kush do e bën, dhe përderisa neve na ndihmon shumë, në të njëjtën anë në duart e dashaqçinëve është një vegël shumë e mirë për ta, që të manipulojnë me informacionin, të prodhojnë lloj-lloj informacionesh, ta përshtasin për audienca të ndryshme. Gjitha këto i bën inteligjenca artificiale dhe këto modele të ndryshme të mëdha gjysore, qoftë ChatGPT, qoftë Copilot, graket e tjera, e lehtësojnë faktikisht që nëse ne duam të prodhojmë diçka dhe thjesht t'i japim një kahje të qëllimshme, edhe mund ta bëjmë. AI nuk mund ta zëvendësoj punën e gazetarit për shumë arsye dhe çështja e terrenit është e para, pra AI nuk mund të shkojë në terren për ta intervistuar dikë tjetër, por ajo çka është e rëndësishme është që faktikisht modelet e mëdha gjysore nuk janë të përsosura deri në atë nivel sa që edhe gazetarët të mbështeten plotësisht në tekstin që gjenerohet nga këto modele. Edhe me student ne i ushtrojmë modele të ndryshme dhe e shohim se si faktikisht nga shënimet që vetë studentët i marrin nga një terren, kur kthehen dhe i përdorin modele të ndryshme, tekstet janë të ndryshme, por edhe kanë shumë probleme brenda. Shtohen deklarata, fjala vjen, shtohen fjalë të deklarata, diçka që gazetarisë s'është e lejuar. Dhe kur ti ishe krejt ato probleme që po krijohen nga gjenerimi i përmbajtjes duke përdorur inteligjencë artificiale, përfundimi është që është më mirë ta shkruash vetë se sa ta rishkruash një tekst që është shkruar nga inteligjenca artificiale. Por mund të jetë ndihmë e madhe nëse ne kemi nevojë për një sinonim përderisa ne shkruajmë një tekst si gazetar, nëse ne kemi nevojë për më shumë informacion për një institucion dhe tashmë përderisa shkon ndoshta në adresë zyrtare dhe për të kërkuar në disa burime një informacion, mund ta gjesh më shpejt te njëra prej modeleve të mëdha gjysore të inteligjencës artificiale. Ideja për titullin mund të jetë diçka që thjesht ndoshta ky diskutimi që gazetarët e kanë njëri me tjetrin lidhur me temën, lidhur me artikullin, aty mund të jetë një diskutim që mund ta kesh me inteligjencën artificiale, por kjo është larg nga ajo se mund ta zëvendësoj punën e gazetarit.
Jo vetëm që vazhdon, por propaganda serbe është bërë më agresive, është militarizuar në kuptimin e përfaqësimit të pozicionit politik si rreshtim me boshtin ruso-kinez dhe në veçanti me interesin strategjik të Serbisë që të pozicionohet në anën e Rusisë. Në këtë kuptim pa diskutim që qëllimet e kësaj propagande kanë qenë minuese ndaj Republikës së Kosovës nëpërmjet instrumentalizimit vazhdueshëm të komunitetit serb në Kosovë, në kuptimin që ta përdor komunitetin serb si armë për qëllimet e saj politike kundrejt Kosovës, dhe të gjitha këto duhet t'i shohim brenda strategjisë së Serbisë për destabilizimin e Kosovës, sepse është interes i vazhdueshëm i Serbisë që ta mbajë Kosovën jo stabile dhe që të cenojë integritetin institucional të vendit tonë nëpërmjet përdorimit të qytetarëve tonë të komunitetit serb. Ne vazhdimisht jemi marrë me dekonstruktimin dhe reagimin strategjik ndaj kërcënimeve që paraqet propaganda serbe, dhe mendojmë që po ashtu institucionet duhet të rrisin vazhdimisht vëmendjen dhe të fokusohemi në domosdoshmërinë për një kundërpërgjigje strategjike ndaj kërcënimeve që paraqet ky model i komunikimit strategjik të Serbisë kundrejt Kosovës, për shkak se bëhet fjalë për tendencat sofistikuara që jo vetëm të minojnë qëndrueshmërinë institucionale dhe stabilitetin brenda vendit tonë, por edhe të manipulojnë opinionin ndërkombëtar me të pavërteta të cilat lidhen tazë me narrativen për Kosovën terroriste ndaj qytetarëve serb, për Kosovën e cila ndjek politikë të spastrimit etnik ndaj serbëve e kështu me radhë, duke u përpjek që ta ndikoj perceptimin ndërkombëtar mbi të vërtetën dhe realitetin e Republikën e Kosovës. Në këtë pikpamje, ne vazhdimisht kemi lobuar që institucionet e Kosovës të angazhohen, të mobilizohen dhe të shtojnë përpjekjet për një neutralizim sa më të madh të efekteve të propagandës serbe, qoftë nëpërmjet idesë që Kosova të themeloj qendrën e luftës kundër dezinformimit, qendrën nacionale për luftimin e dezinformimit, dhe qoftë nëpërmjet forcimit vazhdueshëm të kapaciteteve të sigurisë kibernetike, për shkak se në kontekstin e kërcënimeve hibride që na vijnë nga Serbia, gjithmonë duhet të kemi parasysh edhe qëllimet e saj që të projektojë sulme ndaj infrastrukturës kritike në Kosovë për shkak të ndjeshmërisë më të madhe dhe për shkak të rrezikut që ato të kthehen në efekte më të mëdha destabilizuese, siç ka qenë tazëm e projektuar sulmi terrorist në kanalin e Iberlepencit në vitin 2024.